Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës vazhdon të mbetet peng i vullnetit të listës serbe. Kësaj për të mos mbetur peng i kësaj, kreu i qeverisë së Kosovës Isa Mustafa ka paraqitur në opinion idenë me të cilin FSK do të shndrojë në ushtri, pa pasur nevojën e 2/3 e votave të dyfishta në kuvend. Mirëpo ky propozim i tij nuk ka gjetur përkraje tek partitë opozitare dhe njohësit të çështjeve të sigurisë në vend. Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri, Daud Haradinaj, thotë se qeveria e Kosovës duhet të insistojë dhe të bindë listën serbe për themelimin e fakut. Madje për këtë çështje sipas tij, pala kosovare duhet i vendos kushte dhe bashkësisë ndërkombëtare në mënyrë që këta të fundit t'i bëjnë presion listës serbe. Haradinaj thotë se Isa Mustafa tashmë është marrë vesh me Beogradin për krijimin e një garde kombëtare. Që zoti Isa Mustafa ka bënë një dakordim me Beogradin që të ketë një gardë kombëtare regionale e ndarë në 6 regionet të Kosovës, ku në një region caktuar do të komandojnë serbë. E zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Frashër Krasniqi thotë se kjo qeveri në vazhdimsi është duke lëshuar pendaj Beogradit dhe listës serbe. Qeveria sipas tij po dorëzohet përballë tyre dhe ligjin për fakun po mundohet të paraqesë ndryshe në opinion. Me këto politika, Krasniqi thotë se populli po ndihet i rrezikuar. Qeveria e Kosovës me krye Isa Mustafën dhe Hashim Thaqin është e pafuqishme dhe e pavullnetshme para kërkesave të listës sërbske. Dhe kjo po e rrezikon seriozisht të ardhmen e vendit tonë, sepse nëse një qeveri i lëshon pe listës sërbska, që është drejt për drejt e kontrolluar nga Beogradi, atëherë dihet çka do të ndodhë me Kosovën. E në anën tjetër, njohësi i çështjeve të ushtrisë në vend Naim Maloku thotë se kreu i qeverisë së Kosovës Isa Mustafa po tregohet i pafuqishëm përballë kërkesave të listës serbe. Zgjedhja propozuar nga Mustafa zgjedhje gjysmake, e cila mendoj se nuk mund të realizohet. Unë nuk jam optimist se kjo mund të bëhet në një koalicion me listën serbe, sepse kërkesat dhe kushtet e listës serbe janë të paralizueshme për një qeveri, e cila mendon për integritetin territorial të vendit. Projekt ligji për transformimin e FSK-s në FAK ka kohë që ka kaluar në të gjitha procedurat e nevojshme ligjore në kuvend.